Moti keq anullon lundrimin detar në portin e Shëngjinit, autoritetet portuale dalin me njoftimin e rëndësishëm. Moti keq merresh shiu dhe erë ka përfshirë edhe Lezhën duke sjell pezullim të përkohshëm të lundrimit detar në portin e Shëngjinit. Autoritetet portuale njoftojnë se që prej orës 6 të mëngjesit të 23 marsit, errat e forta dhe dallgët e larta bëjnë të rrezikshme lundrimin për anijet dhe mjetet e vogla detare. Në këtë situatë, Kapitaneria e Portit ka urdhëruar ndalimin e përkohshëm të hyrje-daljeve të anijeve deri në përmirësimin e kushteve atmosferike. Autoritetet u bëjnë thirrje të gjithë lundërtarëve dhe peshkatarëve të shmangin daljen në det deri në një njoftim të dytë duke ruajtur sigurinë e tyre dhe të mjeteve lundruese. Pritet që situata të vlerësohet në vimësi dhe lundrimi detar në Shëngjin të rifillojë sapo kushtet e motit të stabilizohen. Ndërkohë, nga moti keq merreshje shiu nuk raportohet për problematika të tjera në qarkun e Lezhës, ndërsa situata po mbahet nën monitorim të vazhdueshëm nga strukturat e mbrojtjes civile në 3 bashkitë e këtij qarku: Lezhë, Kurbin dhe Mirdit.